Inteligjenca artificiale dhe ChatGPT për një vaksinë kundër kancerit ja si funksionon. Ndërkohë që inteligjenca artificiale përdoret çdo ditë nga miliona persona dhe diskutimet se përdorimi i ChatGPT po na bën më dembel, duket se teknologjia mund të na ndihmojë edhe në mjeksi. Një ekspert i teknologjisë përdori inteligjencën artificiale dhe ChatGPT për të krijuar vaksinë kundër kancerit për qenin e tij që po vdiste. Në vitin 2019, Paul adoptoi qenushin Rossi nga një streh për kafshët e braktisura. Në vitin 2024, ajo u diagnostikua me kancer dhe mjekët u shprehën se nuk mund ta ndihmonin, kështu që Paul vendosi ta merrte çështjen në duart e veta. Ai pagoi $3.000 për të zbërthyer ADN-n e tumorit të tij, ndërsa më pas futi të dhënat në ChatGPT dhe AlphaFold për të identifikuar proteinat që kishin pësuar mutacione dhe ndihmuan në hartimin e një vaksine mRNA nga e para. Paul kaloi të gjitha gjetjet mjekëve të cilët u tronditën që dikush pa përvojë në biologji arriti ta realizonte këtë. Bazuar në të dhëna, mjekët prodhuan vaksinën dhe pas vetëm disa javësh trajtimi, tumori i qenushit u tkur përgjysmë dhe gjendja e tij u përmirësua.